Konflikti mes Izraelit dhe Iranit ka hyrë në një fazë dramatike për shkallëzimi gjatë 3 ditëve të fundit, duke shënuar përplasjen më të drejtë për drejtë ushtarake mes dy shteteve në dekada. Në 13 qershor, Izraeli goditi objektiva strategjike në Iran, përfshirë qendrat bërthamore në Natanz dhe Fordo, baza ushtarake dhe figura kyçe të regjimit, përfshirë komandant të Gardës Revolucionare dhe shkenstarin bërthamor Fereidoun Abasi. Sulmi shkaktoi shumë viktima dhe trazira të mëdha në qytetet iraniane. Presidenti Trump deklaroi se SBA-ja nuk ishte e përfshirë, por rikonfirmoi mbështetjen për të drejtën e Izraelit për vetëmbrojtje, pas kërcënimeve bërthamore nga ana e Iranit duke bërë thirrje për shmangjen e një lufte të madhe në rajon. Irani reagoi në 14 qershor me mbi 200 raketa dhe dron kundër Tel Avivit, Haifës dhe qyteteve të tjera izraelite, duke shkaktuar mbi 14 viktima. SBA-ja ndihmoi Izraelin në interceptimin e tyre dhe paralajmëroi Iranin të mos prek interesat amerikane. Luftimet vazhduan në 15 dhe 16 qershor me sulme të reja izraelite ndaj rafinerive dhe qendrave logjistike në Iran, ndërsa Teherani u kundërpërgjigj me raketa të tjera. Raportimet flasin për mbi 400 të vrarë dhe 1200 të plagosur në Iran. Në Izrael dyshohet për mbi 19 viktima. Në kulmin e tensioneve, Donald Trump i bëri thirrje për paqe, duke deklaruar se shpreson të ndërmjetësojë një marrëveshje mes dy vendeve, ashtu sipas tij kishte arritur të zbusë konflikte të tjera në të kaluarën, duke përmendur situatën mes Kosovës dhe Serbisë. Në këtë klim, tensione të lartë, konflikti mes Izraelit dhe Iranit ka hyrë në një spirale të rrezikshme për shkallëzimi, me pasoja tragjike për popullsinë civile dhe pas një shenjë qetësimi. Lufta në lindjen e mesme duket se po hyn në një rrugë pa kthim. A do të mundet diplomacia të ndalë zjarrin përpara se të jetë tepër vonë? Miqtë Top Channel, mirëdita, mirë se vini në Shqipëria Live, do të jemi së bashku në 2 orët në vim, ku do diskutojmë për shumë çështje, por sigurisht do nisim me atë më madhore për cilën fleti gjithë globi. Faktikisht në materialin e përgatitur nga Luciana Hulej, vjetre edhe fjalia ishte rresh vëmendjen e të gjithëve. Lufta në lindjen e mesme duket se po shkon në një rrugë pa kthim, por a do të jetë kjo një rrugë që do të përfshijë edhe kontinente të tjera? Mbi të gjitha, do të jetë kjo një rrugë që do të bëjë ndarjen definitive të kahut që do të mbajnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, apo do të vijohet me komente kishim informacion, por nuk ishim pro goditje. Dhe Marlin Laçi është me mua në studio, faleminderit shumë për kohën tënde sot. Endri Tafani po ashtu, faleminderit, të përshëndes. Andi Hoxhaj, pedagog, është me mua në një lidhje direkte. Andi, mirëdita, faleminderit shumë. Po ashtu kam në një lidhje direkte dhe ish ambasadori në Izrael, Tonin Gjuraj, faleminderit shumë, ju përshëndes. Përshëndetje. Zotë Gjuraj, po e nis fillimisht me ju duke ju pyetur në çfarë situate mendoni ju politikisht se ndodhet Izraeli në këto momente, me një president të SBA-ve i cili thot kishim informacion, por nuk ishim pro goditjes. Natyrisht kam dëgjuar këtë deklarat. Uroj që të ketë doza realizmi brenda, por nga njëra anë të deklarosh që nuk jemi të përfshirë, por ne kemi patur dieni, dhe nga ana tjetër pastaj Shtetet e Bashkuara siç vjet ka qenë e gjithhershme dhe vjen edhe sot edhe kësaj dite për Shtetin e Izraelit. Unë besoj që ka patur një koordinim të mirë, mendoj unë, të një sulmi të tillë të forcave të kabinetit Netanyahu, të forcave të mbrojtjes izraelite të Mossadit me mbështetjen e Shtetit Bashkuara të Amerikës, për të qenë shumë të qartë në qëllimin kryesor të sulmit ndaj Iranit. Kështu që unë besoj që fakti që kam qenë në dieni, natyrisht kur je në dieni dhe mbështet edhe aktualisht veprimet e kabinetit Netanyahu, do të thotë që në një farë mase je edhe i përfshirë. A është vërtet i përfshirë, Marlin? Si është? Patjetër, mbi dakord me qëndrimin e zotit Gjuaraj, është domethënë e dukshme që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë pro një goditje të Iranit, nuk kanë qenë... Se thot Trump të kundërtën? Trump, pa diskutim që do thot kundërtën, pasi dihet që pas Iranit, nëse vërtet Rusia involvohet në këtë konflikt, i cili duket se dhe ka gjasa që të përhapet më tej në rajon, por edhe më për masa më të mëdha mbas edhe globale, atëherë do bënte që Rusia, Kina dhe Korea e Veriut të rreshtonin direkt në financimin e luftës iraniane kundër Izraelit. Pra, si thuash, presidenti Donald Trump mundohet që të qëndrojë jashtë konfliktit, paktën de jure, por de facto pa diskutim që Shtetet e Bashkuara të Amerikës
e kanë mbështetur qoftë Mossadin, por qoftë edhe IDF-in për të goditur objektivat gardës revolucionare, shkencëtar, madje janë goditur edhe rreth 80 civil që kanë gjetur vdekjen në Teheran, në Isfahan apo në Tebriz. Pse në këtë moment të gjithë këtë pyetje kanë? Pse pikërisht tani Izraeli vendos të bëjë këtë goditje? Pa diskutim që është një lëvizje taktike e Netanyahu, duke parë edhe valën e reagimeve anti-gjenocidit që po ndodh në Gaza. Paktën duhet të thonë që Benjamin Netanyahu është një personazh që është në kërkim për krime lufte nga Gjykata Ndërkombëtare Penale e Hagës dhe sigurisht për të zhvendosur edhe një farë vëmendje, për ta drejtuar vëmendjen drejt një lufte që mbase mund ndjekë gjithë lindjen e mesme. Atëherë ka vendosur që të sulmojë Iranin, por sigurisht ka patur edhe një farë kërcënimi nga pasurimimi me uranium i Iranit që do çonte më tej në prodhimin e bombave bërthamore, gjë që nuk është e faktuar ende nëse Irani e ka kapacitetin për të prodhuar bomba bërthamore, por që janë një arsye të cilat Benjamin Netanyahu kërkon që dali i palagur nga i makabritet të cilin ka kryer në Gaza. Endri, pse tani? Sepse tani Irani është shumë afër krijimit të armëve bërthamore. Domethënë, ka dy lloj uraniumesh, ka uranium që është përdoret për qëllime civile, ka dhe uranium që përdoret për armë bërthamore. Për qëllime civile, uraniumi shkon nga 3% deri 5% i pasuruar, kurse për armët bërthamore është tek rangu i 90%-shit. Sipas raportit zyrtar, që është në organizata Agjencia Ndërkombëtare që merret me energjinë atomike, Irani tashmë ka mbi 400 kg uranium të pasuruar në masën 60% dhe është duke vajtur në drejtim të, po themi, krijimit të testatave bërthamore. Dhe ky është një dokument zyrtar i bërë në një organizatë ndërkombëtare në të cilën bën pjesë edhe Kina edhe Rusia dhe të tjerë, kështu që nuk është raport në i cili mund të mohohet. E thuhet që është i sajuar. Si të duket qëndrimet e të tjerëve? Pra, jo vetëm Trumpi, pra Rusia që ti përmende, Pakistanin, po lexoja vetëm pak minuta më parë që thoshte nëse guxojnë, ne do shkojmë akoma më fuqishëm. Ato janë pralla që bëhen pralla për të bërë këtë punën e kësaj. Shiko, ka një klub që thuhet klubi i atyre që janë shtete që kanë armën atomike dhe nuk duan të fusin njëri tjetër në atë klub. Nuk ka qef as Kina, as Rusia, as Pakistani, as India, as Shtetet Bashkuara, Britania, Franca e tjerë, të cilët e kanë bombën bërthamore, që të ketë shtetet e tjera që të marrin këtë bombë bërthamore. Të jeni sigurt, Rusia, nëse do donte që Irani të kishte armë bërthamore, e kishte marrë prej kohësh dhe nuk do ishte në këtë gjendje që akoma nuk e ka krijuar testatën. Sepse nëse përhapet arma bërthamore, atëre të humbet avantazhe që keti si shtet që je fuqi nukleare. Pra ti nuk i beson butonit të kuq të Pakistanit? Butoni kuq i Pakistanit për çfarë është butoni kuq i Pakistanit? Pakistani vetë nuk është i sulmuar dhe normalisht ka një teori që quhet teoria e shkatërimit dy fish të sigurt, e cila nëse ti sulmon një shtet, normalisht shkatërrohesh dhe vetë. Për më tepër, Pakistani ka problemet me Indin, që i ka aty dhe para një muaji kishte një konflikt që kaloi në shkallë përshkallëzuar. Dhe normalisht Irani, domethënë Pakistani e përdor ato thjesht për të dukur si propagandë, por realisht nuk ka qef as Pakistani dhe as një vend tjetër që Irani të ketë armë atomike. Dhe propaganda pastaj është tjetër gjë. Për të kuptuar pse ato janë afër armës atomike, një uranium që është 60%, pastaj shkon 70%, nuk përdoret dot për centrale bërthamore. Ka vetëm një qëllim për armë bërthamore. Kështu që justifikim Irani në vetvete nuk ka, thjesht po e shtyn kohë nëpërmjet bisedimeve që të fitoj kohë derisa të krijojë armët bërthamore. Pastaj ta bëj fakt të kryer edhe mos ketë më njëri mundësi ta godas. Do të vite ti me njëherë me lejen tënde duhet t'i bëja pak edhe dy pyetje zotit Gjuraj. Po, do bëni një ndyrje? A mund të shkoj diçka që ishte korrekt mendoj analiza e fundit, natyrisht pse Shtetet e Bashkuara mendojnë që kanë dozë përfshirje, sepse natyrisht ato e humën pak dorimin se Irani tregoi një lloj intransigjencë, pra për të fituar kohë dhe për të zgjatur bisedimet siç ne e dim, kishte një afat prej 60 ditësh e kështu me radhë. Nga ana tjetër ka patur disa deklarata provokative të regjimit të Iranit, pra që ne mund të prodhojmë 15 bomba bërthamore brenda pak ditësh e kështu me radhë. Kështu që në këtë kuptim, kjo i interesonte Izraelit, por
pse në këtë kohë, unë mendoj që pavarësisht se sulmi u duk si i papritur, unë mendoj që është ka qenë i mirë organizuar, i mirë planifikuar dhe ka burime të besueshme, të cilat flasin për një përgatitje të dekadës së fundit për një sulm të tillë ndaj Iranit. Dhe më lejoni shumë shkurt, në 30 sekonda të lidh disa ngjarje. Për të ardhur në goditjen ndaj Iranit, Izraeli së pari, para disa kohësh, pra ka 2-3 vite apo më tepër, nuk jam i sakt, nisi me akordet e Abrahamit dhe shtensionoi klimin ose situatën me disa prej vendeve të linjës mesme deri në vendosjen e marrëdhënieve diplomatike dhe njohjen e Izraelit nga Emiratet e Bashkuara, raportet me Bahreinin, me Arabinë Sauditën, planin e turizmit, edhe në aspekte të tjera, apo disa natyrisht edhe në ndërmërsimin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Së dyti, disintegroi dhe shkatroi pothuajse plotësisht Hamasin, dhe është një situatë dramatike në Gaza. Natyrisht ka dhe rezistencën e palestinezëve në Brekun Perëndimor, ra regjimi Asadit, shkatroi Hezbollahun, të cilët gjithë pra si Hamasi, si Hezbollah ishin proxy të Iranit, dhe pastaj pasi u ndërmorë, ne nuk flasim sot për një seri, jemi realisht politikisht është një vend që tashmë dim se çfarë fuqie ka, ekziston por që nga pikpamja politike është dobësuar shumë, nuk ka një Irak në kuptimin politik të fjalës, pra janë gjitha këto hapa një pas një që vijnë deri tek sepse natyrisht prekupacioni kryesor i Izraelit ka qenë dhe është Irani, edhe pse thelbi i konfliktit lindjen e mesme është konflikti. Ambasador, mendoje ti që ishte përgatitur situata për kundër përgjigjen e Iranit në ato nivele që ndodhi? Pa diskutim, sepse duke pas mbështetjen e Shtetet e Bashkuara dhe duke përmend këto element që unë thash, besoj që bim dakord edhe nuk Arabia Saudite, Egjipti, Turqia dhe Irani janë 4 vendet kryesore, si thosh në këtë rajon, dhe unë besoj që pavarësisht nivelit të retorik dhe deklaratave që janë kundër sulmeve kështu me radhë, sepse këto janë deklaratat gjithmonë të këtij niveli, i jepen vazhdimisht, lëshohen nga shtete të veçanta, shtete të rëndësishme, në të gjitha shtetet, por përmend këto 4 shtetet kryesore, të gjithë këto shtetet që unë përmenda janë të interesuar që në lindjen e mesme ketë një Iran më të dobët, sepse ka qenë gjithmonë ajo përpjekja për të zgjeruar influencën në lindjen e mesme. Kështu që gjithë ato hapat që unë përmenda kanë ardhur deri sepse për Izraelin raporti me Iranin është ekzistencial. Ne duhet ta theksojmë të. Pra nëse vendet që unë përmenda, pra nuk e ka njohur shtetin e Izraelit, por nuk ka deklarata për një botë pa Izraelin në hartë. Ishte destabilizuese deklarata e Netanyahut, i cili bënte thirrje popullit iranian të largoheshin nga lideri i tyre suprem? Tani kjo mund të jetë një, shiko, kjo ne në shkencat sociale flasim për pasojat pa qëllimshme të një veprimi të qëllimshëm. Natyrisht edhe qëllimi mund të jetë ky. Dhe nëse kjo do ndodh, kjo është një pasojë tjetër, por s'pari dhe pra më kryesorja për kabinetin Netanyahut është si thosh dëmtimi, shkatrimi, si thosh i siteve nukleare, i vendeve ku prodhohen raketa, prella dhe dron, pra për të dëmtuar dhe për të disintegruar gjithë planin bërthamor të Iranit. Kjo është spari dhe meqense konteksti besoj ishte i përshtatshëm, edhe pse Izraeli ka hap shumë fronte, por gjithë ato që unë përmenda nuk ekzistojnë më, ose janë reduktuar vazhdimisht, qoftë fuqia Hamasit, qoftë Hezbollahu, qoftë Siria, qoftë Iraku. Në Siri faktikisht, Siria e Asadit nuk ekziston më dhe Siria ka qenë një ndër kufijt më të sigurt. Të paktën lartësitë e Golanit kanë qenë kufijt më të sigurt, me atë marrëveshje që erdhi në vitin 1978 midis Hafez Asadit dhe kryeministrit, mos gaboj Menahim Begin, mos gaboj në këtë pjesë. Dhe tashmë problemi qëndron në këtë fakt. Problemi qëndron në këtë fakt, sepse nëse gëlltitet Irani nga kjo fuqi zioniste, le të flasim, apo izraelite, atëherë radhën ta ketë Pakistani. Në qoftë se gëlltitet Pakistani, radhë do të vijë edhe Turqisë, sepse planifikimi total Pra ti thua pak a shumë si shtremet Polonia kur shesi sulmuar Ukraina. Patjetër, eksakt. Domethënë kemi të bëjmë me një Putin të vogël në lindjet mesme që është Benjamin Netanyahu. Dhe në këtë pjesë, nuk besoj që projekti i Izraelit madh ekziston. Projekti
Projekti Izraelit madh ekziston në qarqet ekstremiste të cilat ndodhen pranë Benjamin Netanyahut. Qarku ekstremist i Ben-Gvirit, Smotrish dhe shumë ekstremistë të tjerë zionist dhe mesianik që pretendojnë krijimin e një shteti të madh izraelit nga brigjet e lumit Nil deri në brigjet e lumit Eufrat. Pra, çfarë do të them me këtë? Kemi kapitullimin e Egjiptit, kapitullimin e Sirisë, kapitullimin e Libanit, kapitullimin e Arabisë Saudite, kapitullimin e Turqisë dhe kapitullimin e Irakut. Dhe në këtë kontekst, nëse kjo tezë vendoset në realitet, do të thotë që këto shtete, të cilat sot mbase edhe po qëndrojnë pasive me atë çka po ndodh në Iran, nesër do kenë radhën të goditen nga ky regjim i cili ka masakruar mbi 55.000 civil në Gaza. Dhe komentim në lidhje me përplasjen e këtyre dy regjime janë po aq gjakatar sa njëri tjetri. Edhe regjimi ajatollave është po aq gjakatar sa regjimi zionist i Benjamin Netanyahu. Sa të marrë një koment për ndërkombëtarët Andi Hoxha, do vi tek ti, Endri, pastaj do të pyes pak pse nuk e sheh kështu, siç po komentoje në studio, se e kuptoj që s'je dakord. Do shta të po të paragjykoj. Andi, shtetet e tjera, reagimet e tyre, nuk flas për Trumpin, i referohem qoftë Europës, po ashtu edhe atyre që kërcënojnë dhe mbeten në kuadrin e kërcënimit siç është Pakistani. Atëherë, si Dorela, sot neve kemi dhe summitin e G7-s, dhe kryefjala e summitit të G7-s është që të ketë një qasje për sa i përket këtij konfliktit. Shumica e shteteve europiane rendimit ka një marrëveshje me Izraelin për ta mbrojtur. Dhe ne kemi parë që Franca me Britaninë e Madhe ka ndërguar disa ushtarë të tyre dhe ata kanë thënë në kodin që ne kemi shkuar për të mbrojtur interesat tona, po ato kanë shkuar të interceptojnë të gjitha raketat që po vinë në Izrael. Po ndërkombëtarët nuk duan një të bie regjimi Ayatollah, sepse frika më e madhe është çka do ndodhi pastaj se ne kemi parë se çfarë ndodhi në Irak, kemi parë çfarë ka ndodhur në Libi, në Siri dhe kështu me radhë. Për momentin është një frikë e madhe se nëse do bie regjimi, çfarë do ndodhi me këtë, pastaj mund të kthehet në një konflikt shumë herë më i madh global. Kështu që ndërkombëtarët po kërkojnë që të kthehen palët në tryezë të dialogojnë, po shikojmë edhe që nga Macroni, Keir Starmer, Ursula von der Leyen kanë folur që të kthehen përsëri tryezës dialogut. Kjo ngelet pastaj për të parë, po çfarë është e qartë është që palët duhet të sillen në dialog dhe që të bëjnë një marrëveshje për sa i përket armëve nukleare. Trumpi vetë është zotuar, po dhe Putini është i hapur për drejt kësaj, por palët janë duke diskutuar kanë qenë këto dy vende të mëdha dhe te kjo tezë duhet të bëhen edhe vende të tjera siç ishte deri diku marrëveshja që duhet të bënin në 2015-ën, që Trumpi e shpërbëri atë për sa i përket armëve nukleare. Do flas pak për interesat e Shqipërisë, po me zotin Gjuraj në vijim, Endri, po, nga çfarë dëgjove dhe me momentet ku edhe buzëqeshe. Jo, po, që nuk mendoj që do ketë ndonjëherë ndonjë konflikt. Nuk ka logjika as ushtarake as diplomatike që të ketë konflikt të armatosur midis Izraelit dhe Pakistanit. Distanca e bën të pamundur që një konflikt të tillë, aq më tepër raporti forcave, duke qenë se Pakistani është dhe fuqi bërcamore. Është ndryshe të sulmosh një shtet i cili nuk ka armë bërcamore dhe është ndryshe të sulmosh një shtet i cili ka armë bërcamore. Domethënë, një goditje nga ana e Izraelit në drejtim të Pakistanit mund të japë përgjigjen e Pakistanit me raketa bërcamore dhe me 3-4 testata mund të zhdukësh gjithë Izraelin. Kështu që nuk bën sens për Izraelin që të përplaset me Pakistanin. Do të dëshironte Izraeli po që të kishte një qeverim Pakistan të ishte më pak po themi problematike. Kjo është e vërtet, por që të ketë konflikt armatosur është praktikisht në disfavorin total të Izraelit nëse përzihet me atë punë. Për sa i përket pjesës tjetër, pastaj Irani duhet kuptuar një gjë. Një nga deklaratat që ishte e frikshme e Netanyahut ishte fakti që Irani ishte duke transferuar një testat ose mund të transferonte një armë bërcamore në drejtim të Houthit. Pra, ka disa lloj armësh bërcamore. Midis tyre është një që quhet episët. Pra që nuk është uranium i pastër, i pasuruar në masë 90%, por që është me një ngjarje.
Dhe kjo ka një rëndësi, sepse masën e shpërtimit apo? Sepse është masë e shpërtimit dhe është të shkatron ana e radioaktivitetit. Edhe se si di, edhe se besoj që ata që na ndjekin nuk është janë ekspert bombash bërthamore. Po, atëherë, jo, edhe ne nuk është se jemi ekspert bombash bërthamore, por e të paktën po, në këtë rast një armë pistët mund të shkatrojë nëpërmjet radioaktivitetit. Pra nuk është dhe aq tek shpërthimi në vetvete, energjia që bën në shpërthim, se sa është pasojë që është mbrapa. Dhe duhet kemi parasysh që Husi në këtë moment kush po e drejton? S'po e drejton njëri, janë të dyja palët duke u përplasur. Çka përqindje më të madhe, Netanyahu apo? Përqindje në shkuptim. Në drejtimin e përplasjeve, pra di unë kur godas, di unë kur pres. Netanyahu patjetër ka gjithë teknologji. Kanë doktrinat të ndryshme, domethënë doktrina e Izraelit ka qenë doktrinë për supremacinë ajrore, e cila është doktrinë perëndimore. Pra, unë kur sulmoj një vend, mundohem që të kap dominimin e qeve mbi vendet që kanë. Ndërkohë që doktrina e Iranit nuk përmbuset, nuk ishte në këtë drejtim, por ishte më tepër në drejtim të armëve konvencionale dhe raketave, pastaj duke kaluar në drejtimin e raketave balistike. Duke qenë se lufta zhvillohet larg njëri tjetrit, pra këto vende nuk janë në kufi, Izraeli ka avantazh sepse është ndërtuar në mënyrë të tillë që të ketë supremaci ajrore dhe avionët izraelit tashmë dominojnë mbi qiellin e Iranit. Kupolën gjatë sulmit të Iranit. Kupola normalisht kupola është duke funksionuar tashmë, në Irani janë Funksionoi atë ditë? Po, funksionon. Atë natë thoya, isha më korrekte. Çka, kupola funksionon për aq sa mund të funksionojë një sistem. Asnjë sistem nuk është 100% i sigurt. Nuk është problemi, nuk është 100% i sigurt asnjë sistem. Tu flitet shpesh për aerondomi, por praktikisht nuk është aerondomi që është duke kapur ato raketa. Është sistemi Arrow, sistemi shigjeta Arrow 2, Arrow 3, të cilët kapin raketat balistike në largësinë mbi 100 km mbi sipërfaqen e tokës. Më thënë se gabohem, por këtë herë duket se fronti është hapur edhe më gjerë. Zoti Gjuraj, pastaj Marlin Bashk, jo vetëm Tel Avivi, por u prek Jeruzalemi, apo ka ndodhur dhe më parë? Pra, u përhap më shumë, apo jam unë gabim? Çfarë ndodhi këtë herë? Jo, natyrisht pikërisht pra këtë po them që pse për Izraelin është një luftë ekzistenciale, sepse duhet bëjmë edhe këtë dallim. Pra nëse sulmet e Izraelit kanë synuar, natyrisht ka pas vrarë civil, por kanë synuar aeroporte apo ato site të cilat ato dyshojnë se do të prodhohen nesër armët bërthamore, apo ku shkencëtarët iranian të cilët kanë qenë të përfshirë aty sepse ka shumë të vrarë për tyre, nga ana tjetër sulmet e Iranit janë në qytetet, në Tel Aviv, në Jeruzalem dhe tani edhe në Haifa. Izraeli është një vend i vogël, është një sipërfaqe diku 23.000, 28.000 km2, varet sepse ka probleme territoriale, jo bregu perëndimore kështu më radhë, por është një vend siç dihet, është vend i vogël dhe kjo është, unë mendoj që kjo është një diferencë e madhe pra, nëse sulmet e Izraelit kanë synuar pikërisht pra të disintegrohet ato sitet pra bërthamore ku ato dyshojnë, nga ana tjetër Irani nuk po kursen qendra civile. Është shumë i qartë pra që prellat dhe gjithçka tjetër me dronë dhe po lëshon në Tel Aviv, në Jeruzalem dhe tani edhe në Haifa sepse duhet të friksojnë popullsinë. Po unë mendoj që kjo ka rrit kohezionin. Shiko, duhet të them diçka që është tjetër opinioni publik në raport me kabinetin Netanyahu për situatën e Gaza, i cili ka një rritje të opinionit publik dhe presionit që bëhet për situatën atje, e cila për hir të vërtetë është dramatike, por në raport me Iranin, me qenë se është një konflikt dhe luftë ekzistenciale, ku e theksoj edhe një herë, se u përmend Pakistani, nuk ka deklarata të leadershipit të lartë të regjimit të Pakistanit që thot do ketë një botë pa Izraeli në hartë. Dhe nga Irani kjo është e qartë, që nga koha Ahmadinejadit edhe në kohën e sotme. Prandaj duhet ta bëjmë mirë këtë diferencë. Edhe vendet e tjera të linjës mesme që janë armiqësore me Izraelin, që nuk e njohin ndoshta shtetin e Izraelit, nuk kanë deklarata të kësaj natyre, ndërsa Irani e ka pas në vijimsi. Kështu që ky është reagimi, prandaj reagimi është shumë i ashpër dhe rreziku për ekzistencën e vetë të Izraelit e shikon tek Irani. Kuptohet që do të friksojnë popullsinë, por ka arrit kohezionin dhe mbështetjen e opinionit publik për kabinetin Netanyahu në raport me Iranin, jo në raport me ngjarjet e tjera. Kë ka sot që flasim Irani krah vetes? Sigurisht që është boshti lindor, Rusia, Kina dhe Korea e Veriut,
sigurisht bëjmë fjalë për regjime. Kina kishte thënë gjysmë më kërcënimi. Kina faktikisht është shteti më interesuar që ky konflikt ndalojë ose Irani të mbijetojë nga sulmet regjimi iranian, po flas është e pamundur që Izraeli krye një invazion toksor ndaj Iranit për shkak edhe të madhësisë rreth 1 milion e ca kilometra katror të Iranit, por që domethënë kombi apo shteti më interesuar për ekzistencën e regjimit të ajatollahëve të revolucionit islamik, ajo që ka ndodhur në vitin 79 me Ayatollah Khamenei, atëherë Kina ka interesin e furnizimit me hidrokarbure. Sepse Kina të gjithë naftën, të paktën për përdorim brendshëm, e merr nga Irani. Dhe në momentin që regjimi iranian rrëzohet dhe në këtë në një regjim tjetër do pasohet dhe do jetë pro-perëndimor, atëherë Kina del më e humbur në këtë lojë. Por problemi është se Irani sot ka kërcënuar me mbylljen e ngushticës së Hormuzit. Është një ngushticë e cila përfshin Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Omanin dhe Katarin, ku bëhet fjalë për 25% të naftës botërore, sasisë naftës botërore, dhe kjo do kthehet në një problem tepër ekonomik nëse vërtet kjo ngushticë mbyllet nga Irani, dhe kjo mund të shkaktojë një casus belli për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe në atë moment gjykoj se amerikanët do ndërhyjnë direkt në goditjen e Iranit, nëse Irani ja arrit të bllokojë këtë ngushticë tepër strategjike. Por problemi qëndron se në të gjithë këtë skakierën e madhe të luftra në lindjet e mesme, unë gjykoj se goditja e regjimit të ajatollahëve nga Irani më tepër e legjitimon këtë regjim. Është ndryshe ta godasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ndryshe ta godasi Izraeli. Për arsye sepse ndaj Izraelit është një dallgë e madhe, le të themi një dallgë e madhe paknajësishme atë çka ka kryer mbi civilët në Gaza, dhe ajo është përkthyer në këtë formë, dhe zakonisht kur godet Izraeli çdo popull arab, ato krijojnë një kompaktësi. Për arsye sepse e shohin Izraelin si një armik të madh në ato zona, me atë çka ka kryer në Gaza. Pra, në momentin që ato e kryejnë Gaza, nuk e kanë edhe për turp ta kryejnë edhe mbi popullsinë civile iraniane. Por ky konflikt duhet parë në vazhdimsi, gjykoj se nuk do zgjasë. Çfarë po ndodh mes Izraelit dhe Gazës? Është tepër rrezikshme. Jo Palestinës, po. Çfarë po ndodh me Gazën? Patjetër është gjenocidi më i pashembull i historisë njerëzimit. Është një gjenocid që neve kemi mundësi ta shohim live. Vrasja e fëmijëve, vrasja e gazetarëve, vrasja e mjekëve, vrasja e nënave, vrasja e të moshuarve. Pra, besoj se kemi patur ndonjëherë një gjenocid kaq të dokumentuar në gjithë historinë e njerëzimit. Bëhet fjalë për 60.000 civil të vrarë. Nuk bëhet fjalë për militant Hamasit të vrarë. Bëhet fjalë për civil, gra, të moshuar dhe fëmijë. 18.000 fëmijë. Domethënë, kjo është e tmerrshme në... A heq vëmendjen konflikti Izraelit me Iranin? Patjetër që ka hequr paksa vëmendjen, vetëm ditën e dieshme u vran rreth 20 civil në Gaza duke marrë ndihmat humanitare dhe u qelluan direkt me snajpera nga ushtria izraelite. Endri, mendon njësoj për çështjen e qoftë vëmendjes që ikën nga ajo në Gaza? Kina, njëherë për Kinën, nuk mendoj që Kina ka një politik të vetën, një politik të vjetër perandorake. Mos harrojmë, Kina është një qytetëri mirë e vjeçar, ka qenë shumicën e kohës ka qenë një perandori dhe gjykon vetëm për interesin e saj. Ajo që intereson Kinës në vetvete e para punës në mënyrë të shehur është që Irani mos ketë armë bërthamore, siç i intereson çfarëdo lloj vendi tjetër që ka armë bërthamore, që këto armë mos përhapen, dhe e dyta punës Kinës i intereson në një farë mënyrë që edhe ky konflikt të zgjas. Sepse duke u zgjatur ky konflikt, paksohen forcat amerikane që janë paqësor. Aktualisht ke aeroplanbajtëse Nimitz, pra flotën amerikane të paqësorit, e cila është duke u ofruar Iranit, dhe mbase mund të kemi një përfshirje të Shtetet Bashkuara në këtë konflikt. Dhe sa më pak forca amerikane të ketë në paqësor, aq më të lehtë do të ketë Kina pasaj të shkojë në drejtim të pushtimit të Tajvanit, dhe praktikisht këtë veprimtari ose këtë modus operandi të Kinës ne e kemi parë dhe në luftën Rusi. Nuk e ndihmon Rusin aq sa të ndryshojë situatën, po i jep aq sa të vazhdojë luftën. Dhe në këtë mënyrë Rusia është duke harxuar gjithë rezervat e veta dhe është më e dobët në lindje, aty ku Kina ka edhe pretendime territoriale ndaj Rusisë, për sa i përket Mançurisë dhe zonës sipër. Pra, për Kinën në vetvete, sa më shumë të dobësohen ato kundërshtarët e vet, aq më mirë është. Mund të bëj parimorin interesat e veta. Secili bën interesat e veta dhe Kina ka një interes të tipit tillë. Nëse
Irani do, po themi, ndryshon regjimi, edhe regjimi ri që vjen, lekët do i pëlqesi gjithë tjerët, po edhe nëse nuk është Irani, ka vende të tjera, çfarë merret më shumë Izraeli, me Iranin apo Palestinën? Kërcënimi i madh vjen nga Irani. Nuk do të harruar se çfarë ka bërë Irani në rajon. Irani në rajon ka pasur dorë në konfliktin civil që ka qenë në Irak, pra ka qenë ato milicit shiite të cilat me rënjën e regjimit Saddam Husseinit filluan të sulmonin sunitët që ishin në rajon, dhe pastaj solli edhe lindjen e ISIS-it edhe gjithë veprimtarin tjetër. Ishin ata të përfshirë edhe në rastin e luftës civile në Siri, në cilën janë vrarë 600.000 veta në Siri, edhe me 10.000 fëmijë, shumë herë më tepër, një katastrofë në cilën prap ka gishtë Irani, dhe sidomos forcat e Quds edhe këto që janë gardë revolucionare Irane, që kanë masakruar njerëz me pamjen që janë vështirë të shkojnë, dhe jo vetëm kaq, Irani ka qenë ai që ka financuar Hezbollah, të cilët kanë destabilizuar Iranin, Libanin, Irani ka financuar prap Houthit, pra Irani është treguar aq agresiv në atë zonë, dhe Irani është i vetmi që ka pasur. Dhe fakti që ka ndodhur dhe sulmi i bërë në Hamasi, i nxitur nga Irani, ka qenë në periudhën kur Arabia Saudite ishte duke u afruar me Izraelin për të zgjidhur mosmarrëveshje që kishin me njëra tjetrën. Akordet Abrams, cilat u nisën në 2020, po u ndërprerën se Trump u largua nga pushteti plus kriza e Covidit e tjerë, filluan të reaktivizoheshin në 2023. Dhe kur filluan të reaktivizoheshin këto, atëherë ndodhi sulmi. Pse ndodhi ky sulm? Sepse sipas akordeve Abrams do zgjidhet çështja palestineze. Dhe çështja palestineze, sepse të paktën kështu, nuk të ndërpreva. Për korrigjim shko korrigjo atë princin Saudit Kurorës, i cili e ka thënë versioni zyrtar i Princit Saudit Kurorës është që do e zgjidhë unë çështjen palestineze. Dhe kur e thot Princi i Saudit Kurorës, di më shumë se ne në rendin global Saudia. Dhe sipas këtyre akordeve, pra do zgjidhet çështja e Palestinës, dhe në qoftë se zgjidhet çështja e Palestinës, Irani nuk kishte më atë justifikimin për të krijuar trazire në rajon, dhe i binte gjithë preteksti i krijimit të kësaj perandorie. Ky ishte edhe një nga arsyet e sulmit në tetor, e cila tani po shikojnë dhe se po vojnë dhe këta. Pra, ai që ka qenë destabilizues në rajon, ka qenë Irani, është përplasur me Arabinë Saudite, është përplasur me Irakun, me Turqinë, po themi edhe në Irak, po edhe në Siri. Kështu që për të gjithë zonën, problemi më i madh ka qenë Irani, dhe kjo është arsyeja që asnjëri prej atyre që janë të zonës tani nuk ka qejf ta ndihmojë Iranin. Do doja të pyesja pak Andin, ja vetëm një moment, sa ti bëj një pyetje Andit. Nëse është shumë shkurt, të lutem zoti Gjuraj, po. Patjetër. Të vijoj unë. Shumë shkurt, të lutem, po. Meqenëse do shtoj diçka. Jam dakord me këtë analizën e fundit, po pastaj ne lehtësisht do dalim në konkluzionin që faktor destabilitetin lindjen e mesme dhe pak më gjerë është Irani, pra jo Izraeli, sepse u listuan me radhë të gjitha ndikimet që ka patur Irani që në Siri, në Irak, në mbështetjen që i bajnë Houthit. Më lejoni të them diçka që Irani mund të ekzistojë pa Hezbollahun, pa Hamasin dhe pa Xhihadin Islamik, ndërsa këto tre organizata terroriste nuk ekzistojnë dot pa suportin e Iranit. Kështu që është pak a shumë metri kam përshtypjen. Pikërisht pra, por do ta pranojmë praktikë që faktor destabiliteti shtok edhe rrezikun nuklear, atëherë këto fuqitë e mëdha që në përmenda më sipër të rajonit janë të interesuar që Irani të dobësohet, dhe pa diskutim Izraeli pastaj. Është sigurt që nëse dobësohet Irani, përsëri Izraeli do i gjejë një armik tjetër. E ka në dogmën e mbjetesës së tij për gjetur një armik të jashtëm. Patjetër. Dhe armiku rradhës për Izraelin do jetë Turqia. Është e padiskutueshme, sepse janë të shqetësuar për vendosjen e trupave turke në lartësitë e Golanit, në kufijin me Sirinë. Dhe për këtë jam i bindur. Të lutem, tani ta përfundoj. Janë vende të cilat kanë marrëdhënie diplomatike, vërtet dekadën e fundit, diçka më tepër, ndoshta 15 vitet e fundit, paktën unë maj mend që nga 2009 ku kam qenë në Izrael, e më pas në kohën e Erdoganit, që ka një përkesim të marrëdhënieve, por në nivelin e turizmit dhe disa fusha të tjera, ka një lloj, nuk po them që janë shumë misore, po ka një lloj normaliteti dhe nuk ka vend për gjykimit që pas Iranit, nëse izraelitët e dëmtojnë aq masivisht Iranin, armiku rradhës për
për izraelitët, sepse nuk mund të jetojnë pa një dogmë të tillë që neve duan ta shkatrojnë, do jetë Turqia. Dhe për këtë jam i bindur, sepse e shoh Turqinë sepse formacionet e ushtrisë turke dhe të gjithë bazat tashmë turke po ndërtohen në Siri. Turqia është vendi NATO-s, Turqia është vendi NATO-s, ekziston një dialog i mesdheut dhe natyrisht ekziston një dialog, po duket që Izraeli shkel të gjithë të drejtat ndërkombëtare me dy këmbët. Nuk lejon shpërndarjen e ushqimeve për filtrat e gazës, godet këtë i dali përpara, shkon në Iran dhe godet atje, do të thonë i ka shkelur të gjithë edhe pasurimin me bomba bërthamore. Izraeli vërtet ka 90 bomba bërthamore, por askush nuk e thotë zyrtarisht. A shkelje drejtës ndërkombëtare kjo? Patjetër që po. Prandaj duhet kemi një standard kur flasim për çdo konflikt në botë. Ashtu si që dënojmë Rusinë, e cila po kryen krime lufte, po duhet një standard, sepse dy standardizimi e ka sjell botën në këtë pikë. Tani se tu nuk e të lutem, ta përfundoj, se nuk e çështë standardi dhe pa diskutim që duhet ta unë po them që si mund të parashikohet një konflikt i Turqisë me Izraelin, kur Turqia është një vend anëtar i NATO-s, ku ka tjera raporte me Shtetet e Bashkuara, kur janë vendet të cilat kanë pra, sepse interesat izraelite janë për ta destabilizuar Turqinë në lidhje me krijimin e një shteti kurd. Jo, nuk e kam gabim as pak. Okej, ta dëgjoj pak Andin se si komentohet në Britani me qenë se është jashtë Bashkimit Evropian, e po ashtu vet zot edhe vet drejtuesi vetvetes. A ka qëndrime politike për sulmin e Izraelit ndaj Iranit e për këta të fundit pastaj që kundërpërgjigjen? Natyrisht në Britaninë e Madhe po thuaj se gjithë politika është krah Izraelit. Gjithashtu siç u fol edhe më përpara, si vetë Britania e Madhe, po dhe shumë vende të tjera aleate të Izraelit ka nisur disa nga aeroplanbajtësit e tyre për ta mbrojtur hapësirën e tyre ajrore. Por diskutimi më i madh që po bëhet aktualisht në Britaninë e Madhe është që pse u mor tani ky vendim që të goditet Irani, a ishte ky një moment për të hequr vëmendjen se çfarë po ndodh në Gaza dhe çfarë po ndodh në rajon në përgjithësi dhe kush do mbahet përgjegjës për disa nga këto. Interesi i Britanisë së Madhe nuk është të ketë një front të ri në lindjen e mesme, aq më pas që të bie sistemi në Iran, përtej asaj se çfarë flitet dhe përtej asaj se çfarë po akumulohet në opinionin publik në Perëndim, por nuk e dëshirojnë që do dëshironin që kjo situatë të mbyllet. Nga propozimet që është bërë, sepse për momentin duket sikur nuk do ketë një marrëveshje, po marrëveshje është e mundshme, sepse edhe më përpara Izraeli e ka arritur një marrëveshje me Egjiptin, ku ka qenë në një konflikt po aq të ashpër ky që neve po shikojmë aktualisht, dhe diku kjo që po i referohet që pale të vinë në Tryezë. Por për Netanyahu kjo është objektivi i tij kryesor dhe ai ka mbi 30 vjet që e ka artikuluar një konflikt të hapur me Izraelin dhe duket me Iranin dhe duket që ai po i arrin këtij objektivi dhe për momentin e ka të gjithë hapësirën për arsye sepse dhe siç ambasadori dhe kolegët në studio e artikuluan më përpara, vendet që e mbronin Iranin më përpara siç ishte Iraku, Afganistani, grupet e tjera, ata janë eliminuar dhe aktualisht Irani është i dobët për të vetë mbrojtur. Shiko, Andi, ajo që jam interesuar të di se më bë përshtypje që ti thua Britania qëndron në krah të Izraelit dhe këtë gjë absolutisht nuk e vjen në dyshim. Të gjitha shtetet e mëdha dhe që kanë një farë fuqie mbështesin Izraelin. Megjithatë, ti thua që nuk lën pa përmendur qoftë në media apo edhe në deklarata që ndoshta sulmi ishte pak i nxituar në këtë moment sepse janë të interesuar për stabilitet në rajon, apo jo? Po këtu Britania e Madhe dhe vendet e tjera kanë edhe problemet e tyre të brendshme politike. Sepse në zgjedhjet e kaluara që neve patëm në Britaninë e Madhe, shumë deputet humbën vendin e tyre për shkak të pozicionit që ata patën për Gazë, që nuk e artikuluar po ndodhte në Gaza, sepse neve kemi një diasporë të madhe, po dhe vetë popullsia në Britaninë e Madhe, po dhe në Perëndim është shumë herë më e informuar se çfarë po ndodh në lindjen e mesme dhe ka një qasje ndryshme si nëse përpara 30 vjetësh ka qenë pro-Izraeli, tani kjo ka ndryshuar. Edhe ne shikojmë të njëjtën gjë që ndodh edhe në Suedi, nëse e keni ndjekur lajmet në fundjavë ka patur disa përplasje në Francë.
Dhe kjo natyrisht i vë presion qeverive dhe partive politike. Madje dhe partia Nigel Farage në Britaninë e Madhe që është ekstremit të djathtë që kryesisht artikulon si pro, dhe ata kanë thënë që neve duhet të ndalohemi dhe e kanë ngritur këtë si shqetësim. Dhe kjo ka të bëjë për politikën e brendshme. E fundit, kemi vetëm pak sekonda në dispozicion, nga një fjali shumë shkurt, çfarë duhet presim në ditët në vijim? Shpresojmë që konflikti të mbyllet dhe palët të ulën në tavolinë, por gjykoj se mund zgjasë edhe paktën 2 apo 3 javë derisa palët të qetësohen dhe të binë një ide për të diskutuar dhe Irani të heqë dorë nga pasurimi me uranium. Besoj se nuk do kemi një konflikt që mund zgjasë shumë, por që varet nëse Izraeli vendos ta godasë Iranin me bombë përthamore. Qartë po, Endri? Nuk mendoj që Izraeli ka ndërmend ose do përdorë armë përthamore, nuk po e përdor Rusia në Ukrainë, kështu që normalisht përdorimi i armës përthamore është shumë problematik për shumë arsye, kështu që nuk do shkoj deri në atë drejtim. Për sa i përket Izraelit, e ka bërë qartë që qëllimi kryesor është që Irani të mos ketë armë përthamore. Pastaj këtë si do e bëjë të mundën nëpërmjet shkatrimit të impianteve, të pasurimit të uraniumit dhe një monitërimi shumë të rrept të çfarë do lloji kapaciteti industrial për të prodhuar armë të tilla. Në qovë se Irani është i gatshëm që të pranojë këtë gjë, besoj do jetë i gatshëm dhe Izraeli që të heqë dorë në fushat e vet. Për sa kohë që Irani nuk ka ndërmend që të heqë këtë gjë, dorë në kjo gjë, atëherë edhe Izraeli do vazhdojë. Sot dhe nesër këto ditë, Parlamenti iranian përmbledhet për të miratuar një projekt ligj për të hequr dorë nga traktati mbi mospërhapjen e armëve bërthamore. Që jemi pjesë, që do të thotë që Irani nuk ka ndërmend që të heqë dorë nga arma bërthamore, që do të thotë që kjo luftë do vazhdojë përsa kohë që kapacitetet dhe nuk dihet nëse do përfshihen Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ajo që po shikojmë tani për momentin është thjesht një shkëmbim raketesh, po keni parasysh një gjë që Irani ka rreth 2.000 deri në 3.000 raketa balistike, në të cilat rreth 350 i ka përdorur, rreth 200 tjera janë shkatruar. Kur t'i mbarojë ky potencial, nuk kam realisht se me çfarë të godasi Izraelin. Dhe kjo do jetë shumë interesante të shikohet në ana ushtarake se si do vazhdojë kjo fushat kur t'i mbarojnë këto raketa, sepse nuk ka mënyrë tjetër për të vazhduar këtë luftë. Ambasador, shumë shkurt, nëse mundesh vetëm me një fjali qëndrimet e shtetit shqiptar në gjithë këto përplasje, si të duken deri tani? Në raport me Iranin, veprimet që kanë kaluarën për mua kanë qenë korrekte. Mbyllja e ambasadës, ndërprerja marrëdhënieve diplomatike, po. Absolutisht. Por unë mendoj që sot, meqense ne tashmë aspirojmë Bashkimin Evropian dhe ne me kohë, siç dihet, jemi që kur kemi nënshkruar marrëveshjen e stabilizimit dhe asociimit, qëndrimet e Shqipërisë në raport me këtë çështje, po dhe çështje të tjera globale, duhet të jenë akordancë me qëndrimet e Bashkimit Evropian. Gjithmonë duke mbështetur dhe duke qenë natyrisht edhe në një linjë me Shtetet e Bashkuara. Unë mendoj që Shqipëria është e rëndësishme në marrëdhëniet ndërkombëtare, por natyrisht nuk është aq domethënëse në vendosjen si thosh të fatit të disa çështjeve të cilat dalin përtej fuqisë jo vetëm Shqipërisë, por shumë vendeve tjera evropiane, dhe besoj që vetëm një ndërhyrje më energjike dhe decisive Shtetet e Bashkuara dhe natyrisht edhe Rusisë në këtë rast mund t'i ulin palët në tavolinë dhe mund ta shtensionojnë disi situatën, por nuk duke patur parasysh doktrinën hebraike dhe moralin hebraik ballë për ballë dhe mjetesën, unë besoj që Izraeli do ta ketë shumë të vështirë të tërhiqet pa realizuar qëllimet e veta në raport me Iranin. Qartë, Andi, për ta mbyllur, një koment të fundit lidhur me atë çka na pret në të ardhmen. Mendon se ka ndërhyrje nga forcat të tjera madhore, qoftë Kina, qoftë Rusia, apo kushdo tjetër, apo do të mbetet mes Izraelit dhe Iranit? Mendoj se ka për të mbetur mes të dyve dhe palët kanë për të ulur, sepse kjo është në interes të fuqive të mëdha dhe vetë presidenti Trump e artikuloi para 2 ditësh që nuk ishte ajo çfarë ai dëshironte dhe kanë për të shtuar presionin e tyre diplomatik. Do gjelet pasaj për të parë se çfarë ndërkombëtarët kanë për t'i ofruar si Iranit dhe Izraelit për të dalë nga kjo situatë. Por mendoj se neve do kemi një konferencë paqe së shpejti dhe pas kësaja diskutimi do jetë se si të menaxhohen armët bërthamore. Qartë. Andi, të falenderoj shumë, ambasador, ishte kënaqësi.
Do dëgjohemi në të ardhmen. Faleminderit shumë, Endri, që kënë në studio. Marlin, si gjithmonë, shumë faleminderit. Mirë, shumë shkurt një alësi publicitare, do të themi përsëri bashkë, do të flasim për avionin indian që u rrëzua. Kutia e zezë u hap dhe është zbuluar arsyeja e aksidentit që është tejet banale. Pas pak.